Në Galerinë e Arteve të Pogradecit është shelur ekspozita ndërkombëtare Akuarelet Linin Aquatu, aktivitet që shënon edhe hapjen zyrtare të festivalit ndërkombëtar të akuarelit. Mbi 150 vepra të realizuara nga 64 artistë të ardhur nga Shqipëria dhe më shumë se 25 vende të botës janë ekspozuar për publikun, duke kthyer qytetin liqenor në një pikë takimi të rëndësishme të artit bashkëkor. Kjo është ekspozita e dytë që hapim e këtij lloji në Pogradec. Vjetë kemi hapur në muajin nëntor dhe si vjet, falë bashkëpunimit me Ministrinë e Kulturës, me bashkëpunim dhe me bashkinë, e bën të mundur që ta hasinin më shpejt. Kjo është shumë interesante për arsye se bojrat e ujit janë një teknike jashtëzakonshme që nuk është e lehtë për tu aplikuar dhe nuk është shumë e përhapur edhe në vendet e rajonit këtu. Ky është një event shumë i bukur. Artistët që vinë këtu, këta janë top artist pothuajse në botë, në teknik, ka shumë, po këta janë pothuajse ajka e artistëve ndërkombëtar në bojrat e ujit. Ti duhet pikturosh hapësirën, duhet pikturosh pyllin pyll, duhet pikturosh ujin që duket krejt si ujë, etj. Ndërkohë artistët tjerë merren me një shprehje tjetër artistike, domethënë merren me atë që përjetojnë, me atë që ngelet, që dekanton, që ju mbetet në mend, domethënë e janë të influencuar edhe nga arte moderne e tjera. Kështu që unë do të uronja, mbi të gjitha këto do të uronja që Pogradeci jo vetëm të ishte mikpritës, po të përfitonte nga kjo. Të përfitonte, pse jo, edhe në një vepër të shquar, të artistave të shquar këtu, por në bashkëpunim me ata që e organizojnë këtë, mendoj se mund të jetë e mundur kjo gjë, edhe të jetë Pogradeci një mundësi për të krijuar shtresat e sigurta dhe të plota të arkivës vet, të memorjes vet. Ekspozita Lina Aquatu do të qëndrojë hapur për vizitorët deri në 12 korrik 2026, duke ju dhënë mundësi ardashësve të njihen nga afër me krijimtarinë e artistëve të ardhur nga vende të ndryshme të botës.